Gjithë njëtën gjë po i thonë, Thelbi u tha tani vëlla. Tani i takon vetëm bonus. Thelbi u tha, s'kemi që i themi më, nuk shtrytet më ky limon. S'duhej bëhet të kaq. Tregove vetëm, tregove që si ishte lidhje, ishte marrëdhënie fiktive. Ajo është nga të dy anët. Gënjit popullin, ironia e bukur ishte që... Ironia... Hajde, me radhë, jepi, suksesin. Hajde dhe ti. Unë jam menaxheri që po të vëzhgoj. Ke treta? Unë jam ai supervizori. Hallo, ich möchte meine Mitgliedschaft kündigen. Wie kann ich das machen? Vetëm ish libë dish di unë gjermanisht. Hallo, wie geht's? Ish libë disht? Qa thot motra ty? Rammstein? Çfarë më të them unë tjetër ty? Vetëm këtë di që. Inshallah zgjidh hallo, vlla. Shiko, ne dhomës, unë e di që po më pyet për dhomën, pavarësisht se... Dhoma s'ka, suksesi po punë. Nuk po të flas dot në gjuhën tënde, po unë gjithsesi mund të kthej një përgjigje në gjuhën time, se unë ndoshta e kuptova se çfarë do të thuash. Ti thuaj kështu, pse duhet diun gjermanisht, pse s'diti shqip? Atëherë, nëse ti nuk e ke ide se ku po e merr këtë dhomë, nëse ke ardhur në Shqipëri, turist i dashur, nga Gjermania, për të kaluar disa ditë të bukura këtu në Shqipëri, ke bërë zgjedhje më të mirë që ke zgjedhur Shqipërinë. Duhet, po, e rëndësishme është njërë që faleminderit që ke ardhur në Shqipëri, dhe e dyta, Shqipëria ka vende të bukura pa fund nga veriu në jug, dhe e treta, të lutem mund të mësosh 5 fjalë shqip dhe pastaj të më telefononi sërisht për kërkesën tënde, faleminderit. Bravo. E përcolle.